وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Jehudinët nuk mundën ta vlerësonin Zotin siç duhet, nuk e njohën siç duhet njohur, prandaj nuk I respektuan të drejtat e tij, nuk mundën ta madhërojnë atë siç duhet dhe nuk mundën ta cilësonin atë me të drejtë. Kur than, Zoti nuk I ka zbritur ndonjë njeriu asnjë send, thua ju atyre, kush ja zbriti Musait librin që është dritë dhe udhëzim për njerëzit, libër të cilin ju e shkruani të shpërndar në copaletrash dhe nxirrni në shesh, ato që doni e fshihni shumicën e atyre që nuk I përshtaten natyrës suaj. Ju janë mësuar në Kuran shumë gjëra që nuk I keni ditur, as ju e as baballarët tuaj, thua ju, zbritësi I librit është Zoti dhe I lini ata në atë punë, me të cilën janë duke u marrë, le të rinë e të luajnë, pak kohë, pastaj do të shohin kiametin. Shpjegime. Megjithse surja El-An'am ka zbritur në Mekë, ajeti më sipërm ka zbritur në Medinë. Fahri Raziu, Hazini dhe Bejzaviu thonë se zbritjen e këtij ajeti e ka shkaktuar një haham I jehudinëve me emrin Maliq, I biri I Saifit. Një ditë, ky haham ka ardhur te pejgamberi dhe ka filluar të polemizojë me egërsi. Pejgamberi e ka pyetur: "O Maliq, a ka ndonjë ajet në Teurat që thotë se Zoti do të urejë një haham të thatë të fryr?" "Po," ka thënë Maliqi, "është në Teurat një ajet I tillë." Atëherë ka thënë pejgamberi, hahami u rryer te Zoti jeti. Me të vërtet Maliqi ishte tepër I fryrë, ai u zemrua shumë prej asaj fjale dhe I tha pejgamberit: "Zoti s'ka zbritur mbi ndonjë njeri asgjë." Kur e dëgjuan jehudinët se ka zbritur një ajet posaçërisht kundër Maliqit, e hoqën atë nga puna dhe në vend të tij emëruan Ka'b ibn Shrefin, kështu humbi Maliqi si për në dynja, ashtu edhe për në ahiret. Zoti e zhvlerësoi me arsye fjalën atyre që thanë se Zoti s'ka zbritur asgjë mbi ndonjë njeri, për treguar edhe se Kuranin e ka zbritur ai vetë, urdhëron e thotë: "وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون." Dhe ky është një libër të cilin ne kemi zbritur, është I uruar plot me begati e dobi, është vërtetues I librave që kanë ata ndërduar, është edhe për të friksuar Ummul Quran, Mekën dhe qytetet që gjenden rreth saj. Ata njerëz që I besojnë ahiretit, I besojnë edhe Kuranit, ata vazhdojnë të kryejnë detyrën e faljes së namazit. Shpjegime. Fjala Ummul Qura është për Mekën, e cila është quajtur nëna e qyteteve për shkak se ajo është vendi në të cilin mblidhen njerëzit për të kryer detyrën e haxhit, siç mblidhen fëmijët rreth nënës. Në frazën dhe qytetet që gjenden rreth saj hyjnë të gjitha qytetet e botës. Pra friksimi në Kuran përfshin popujt e gjithë botës, sepse qytetet e tjerë janë rreth saj në të katër anët. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Kush është më dëmtues ai njeri që shpif gënjeshtra kundër Zotit, ose më dëmtues ai që thot mua më është bërë wahi, kurse atij nuk I është bërë wahi kur gjë, ose më dëmtues ai që thot do të zbres edhe unë siç ka zbritur Zoti, edhe unë flas siç flet Kurani, sikur ti shikoj atë dëmtuesit në heq të vdekjes dhe kur melekët kanë shtrirë duart, duke u thënë nxirrni shpirtrat tuaj, sot do ta shihni ndëshkimin çnderues për thënjet tuaja kundër Zotit me pa të drejtë, për mendjemadhsinë tuaj dhe për mos pranimin e ajeteve të tij. Atëherë do të shikoje një gjë dritëruese. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Betohem se ju keni ardhur para ne shfill të vetëm, ashtu siç ju krijuam herën e parë, keni ardhur lakuriq, zbathur dhe pak sula, ashtu siç keni lindur prej nënave tuaja, dhe I lat pas shpine ato që ju patën dhënë, fëmijët dhe pasurinë tuaj. Ne nuk po shohim bashkë me ju ata ndërmjetësuesit tuaj për të cilët ju mëtonit se do të jenë shok ndër ju. Në të vërtetë ju që keni ndarë në mes jush dhe ju humbi ajo që ju mëtonit, kështu do të thotë Zoti i qafirëve ditën e gjykimit. Zoti ynë për treguar
dhe disa argumente që vërtetojnë qenien e tij dhe fuqinë e tij të plot, urdhëron e thot: Inna Allaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy dhalikumullah fa anna tufakun. Padyshim Zoti është shpërthyesi i kokrës së farës për të mbir bima dhe i bërthamës për të mbir druri. Ai e nxjerr të gjallin prej të vdekurit, ai nxjerr të vdekurin prej të gjallit. Ky është Zoti që meriton të adurohet. Pra sa çudi e madhe është që ju i vini shpifja atij? Shpjegime. Fahri Razi u thot se jetë gjallin është për njeriun dhe të vdekurin është për spermën, farën e njeriut. Zoti e nxjerr njeriun e gjallë prej spermës së vdekur dhe spermën e vdekur prej njeriut të gjallë. Mund të thuhet edhe si alegori, të gjallin e të vdekurin është për bimët e njoma që dalin prej farës së tharë, ose për besimtarin që del prej qafirit dhe për qafirin që del prej besimtarit, ose për të diturin që del prej një të padituri dhe për të paditurin që del prej të diturit, ose për të bindurin që del prej një kryengritësi dhe për kryengritësin që del prej një të binduri. Sidoqoftë, këto vepra të çuditshme tregojnë qenien e Zotit dhe fuqinë e plotë të Zotit, i cili vepron me dëshirën e vet, me dituri që nuk ka fund dhe aty ku duhet vepruar. I Madhi Xhelleshanuhu është vetëm Ai.